Burri e ngatroi vajzën me një statuj prej bronzi dhe zgjati dorën për ta prekur. Por sapo majat e gishtave të tij prekën atë sipërfaqe të lëmuar, Jacku u ngri nga shoku. Nxehtësia e pombës së burrit mbi lëkurën e saj e përfiu anën menjëherë, duke i bërë trupin të nxehej nga vala e ngrohtësisë. Megjithatë, për të fituar bukën e gojës, ajo e detyroi veten të qëndronte e përmbajtur. Në atë çast, turistët që e dinin situatën shpërthyen në të qeshura për të zbutur sikletin. Jacku tërhoq mrapa i hutuar dhe i zën husht miku i tij, i mbushur me konfuzion. E ngacmoi. Ishte njeri i vërtet apo statue? Faqet e burrit u skuqën flak nga pyetja, por ai këmbguli me kokë fortësi se kishte qenë një statue. Pak më vonë, kur të dy po largoheshin nga plazhi, krejt papritur, Ana ju vërsul dhe e goditi fort 2 herë në fytyrë. Duke parë shprehjen e hutuar të Jackut, Ana shpjegoi se ajo ishte statua që ai kishte prekur më parë. Vetëm atëherë Jacku e kuptoi gafën e tij dhe i kërkoi ndjes vajzës me një shikim plot faj. Ai ishte pritur që Ana të shpërthente në zemim, por përkundrazi, ajo shpërtheu në të qeshura dhe mandej ua tregoi historinë shoqeve të saj, sepse kjo ishte prova që performanca e saj kishte qenë një sukses i plot. Buzëqeshja rrezatuese e Anës i rëmbon zemrën Jackut në çost. Për të bërë paqe, Jacku i ofroi Anës një darkë.